ne nuk e kemi luksin për të padur një atashim të eksponentëve Partisë Demokratike. Pra, unë mendoj që Partia Demokratike duhet të reflektoj për sa i takon debateve të brendshme, duhet të dëgjoj çdo zë që ka një mendim ndryshe, sepse prandaj quhemi Parti Demokratike, duhet të respektojmë edhe mendimin ndryshe. Nëse ne respektojmë, atëherë të ndryshojmë dhe emrin e partisë, ta bëjmë nga Parti Demokratike në Parti Komuniste dhe s'kemi nevojë Parti Fashiste thotë Ilir Renozi. Se njerëzit Ilir Renozi thotë ta bëjmë Parti Fashiste nëse mendojnë, se njerëzit mendojnë. Dhe po ja u them që ta qartësoj pak këtu. Nëse zoti Berisha rikandidon, unë personalisht do të shkoj do ta rivotoj, pavarësisht kë ka kandidat, edhe kush mund dalë edhe kush mund tjetë, por ka një gjë, kritikat e mia që unë mund të kem, qoftë ndaj kryetarit të partisë, apo mënyrës organizimit të partisë, unë duhet i them, sepse jam i zgjedhur me votë dhe jam njeri politik i asaj force. Nëse unë nuk i them këto gjëra, atëre unë jam në pozicionin e gabuar dhe duhet iki, duhet vi dikush tjetër në pozicionin tim. Pra po thonë që Saljani duhet dali të japi dorëheqjen nga kryesia. Jo, nuk thash atë. Thash që çdo njeri që është në kryesi dhe zoti Saljani, nëse ka një mendim ndryshe, bën shumë mirë që e thotë dhe duhet ta thotë dhe nuk duhet ta mbajë atë lloj mendimi, sepse gabimi do ishte po mos ta thoshte atë mendim. Ksupi? Për mua është gjithçka shfaqje, po pa përmbajtje. Po dëgjosh edhe fjalimin e atyre që ishin dje në Durrës, dhe fjalimin e zotit Berishës sot, një fjalime që merren me pushtetin e Tiranës, qeveria e korruptuar. Nëse bëhet fjalë për ringritje, ringjallje, rindërtim të Partisë Demokratike, ti merresh me Partinë Demokratike, që do të thotë tezat duhet të trajtojnë kush janë problemet që ka Partia Demokratike sot. Nëse themi duhet të ringritur, ringjallur apo rindërtuar, kjo është konstatim, ose është dëshirë, objektiv madhor. Unë arsi. Ç'është arsi. Dhe në takimet tilla, nëse do të marrësh zërin e antarësisë ti dhe debaton mbi mënyrën se si duhet shkohet kjo gjë, ose çfarë duhet të bëjë partia për të arritur kjo ringritja. Por thjesht debatosh dhe diskutosh që duhet të ringritur PD-ja, ky nuk është më pesë. Pikpyetja që kemi në Rezart është çfarë ku, se një lëvizje që nis ka një objektiv. Duhet të ketë një objektiv. Edhe i platformë mund të ishte. Objektiv s'paku. Platformën edhe mund ta shtjellosh rrugës. Po duhet të kesh një dim për çfarë po ndodh kjo lëvizje. Po të marrësh dëgjosh fjalimet i fokusohen gjithë ke korrupsioni i qeverisë. Po kjo nuk është tezë për takim brenda partisë, sepse kjo është tezë elektorale. Kjo është tezë cilën ti e debaton për publikun, ose në parlament, por jo me antarët e partisë. Me antarët e partisë ti mblidhesh për diskutuar për gjendjen e partisë, për nevojën që ka partia për të ndryshuar, për mënyrën se si duhet ndryshohet. Po mirë, nuk mjafton fakti që si indicje që Saljani themi shkon në këto takime me njerëz cilët ai quajti deri të ku dhe me drejt herojtë e 11 majit. Pra njerëz si Auloni, njerëz si Ilir Ali Mehmeti, tash nuk e di pse këtu nuk raditi dhe Jorita Tabaku, po kjo të mbetet ta sqaroj vet, cilët luftuan në kushte shumë vështira edhe një krizë të brendshme të Partisë Demokratike dhe arritën rezultate shumë të mira. Dhe kjo nuk e zgjidh gjendjen e partisë. Pse nuk e zgjidh duke thënë që këta janë modeli i suksesit? Morën, u mblodhën të gjithë. Kush është produkti i mbledhjes? Kjo foltorja e djeshme, çfarë produkti pati? Përveç faktit që u bë foltorja. Thonë që u mblodhën të gjithë ta njerëz që me shumë drejt ti thua janë ata që janë heronjtë e 11 majit. Po mo. Por produkti kush është? Në fund fare ç'a u arrit? Përveç një demonstrimi force që u mblodhën kaq shumë njerëz për treguar që ne mblidhemi. Kush është produkti? Thonë ç'a u përcoll ke këta? Këta që ishin mbledhje, ç'a morën mbrapsht? Që qeveria Rama është qeveri e korruptuar dhe që PD-ja duhet të ringrihet. Ky është wishful thinking, është dëshirë. Nuk është objektiv politik. Objektivi politik thotë po, Partia Demokratike duhet të ringrihet dhe ne duhet të fillojmë nga aja, antari më i thjeshtë që duhet bëjë 1, 2, 3, 4, 5 gjëra, pastaj për të arritur deri ke kryetari i partisë. Kjo është platformë dhe nevojë që ti ke ose mënyrë se ti adreson problemet që ka partia, ose minimalisht ti paktën rendit në një mbledhje të tillë, në takim të tillë, problemet që ka partia. Nga takimi i djeshëm, ajo që të binde në sy, sikur edhe nga takimi sotëm i Berishëm, ajo që të binde në sy çfarë është? Diskutimi është platformë elektorale. Është platformë elektorale. Duhet të ringrihet PD është platformë elektorale, nuk është platformë organizative. Nëse ti do të ringjallesh, të rienergjizosh PD-n, ti duhet të kesh veprime konkrete për cilat don
ose të hynë në këtë lojë. Nëse ti nuk ke veprime konkrete, po ke vetëm këtë dëshirën që duhet ndodhë kjo gjëja, kush është produkti? Zero produkt, përveç shfaqjes. Nëse mund të thush diçka më shumë, realisht, pasi edhe perceptimi i përgjithshëm ky është, ne kuptohet që edhe ata që nuk votojnë Partinë Demokratike e shohin domosdoshmëri që Partia Demokratike, me që s'ka dhe këto partitë e tjera, me thënë vërtetën, se këto partitë e tjera për 3 muaj u plakën shumë shpejt. Por dhe sigurisht logo e PD-s është logo historike etj. Mbetet sot forca e dytë politike në vend. Sigurisht e të kurrë, e mpakur, e plakur. Ideja është kur nis një lëvizje e tillë duhet të ketë një synim. Cili është synimi i kësaj lëvizje? Po, patjetër. Shiko, unë mendoj që synim politik flas, i gjithë ky debat ka ardhur edhe nga mosthirrja e strukturave. Kemi parasysh që mbledhja e fundit e Këshillit Kombëtar në Partinë Demokratike ka ndodhur në marsin e 2025-s. Pra para zgjedhjeve. Po, para zgjedhjeve, në një mbledhje e cila miratoi listën e kandidatëve për deputet, që në fakt unë nuk kam qenë, por kjo ka qenë rendi ditës. Që nga ajo kohë Këshilli Kombëtar nuk është mbledh për arsye të ndryshme, domethënë. Ju jeni antar i Këshillit Kombëtar? Po, jam antar i Këshillit Kombëtar dhe duke arsyet kanë qenë ndryshme, e para ka qenë dokumentimi farsës zgjedhore, pastaj pritja për raportin përfundimtar të OSBE-Odirit, ndërkohë tani çështja Balluku. Domethënë, unë mendoj, kjo është kritika ime dhe e kam thënë publikisht, e kam thënë dhe te kafja famshme që u bë kafe, na shpallën kafexhia, tabel qitje etj, asgjë më shumë nga këto që po them këtu dhe kam thënë studio të tjera televizive, njëri publike dhe mbaj përgjegjësi për fjalët që them, që asnjëherë nuk do mbaroj historia. Nesër mendoj unë një antar tjetër i qeverisë do arrestohet, por kjo s'do të na bëjë neve të kompleksuar që mos mblidhemi dhe nisim një proces të mirëfillt analize, ndryshe nga viti 2023 që nuk patëm fare analizë, dhe në Këshill Kombëtar ka kualitete të larta, të jemi realistë, siç ka dhe njerëz cilët përfaqësojnë diçka tjetër, por këta njerëz duhen dëgju. Kritika ime kush është kryesore? Ne jemi ulë me Partinë Socialiste për me bë kodin zgjedhor tani, apo jo? Një kod zgjedhor i cili ne nuk dim asgjë se si do jetë, apo jo? Ndërkohë, e dim se kemi dëgjuar 12 kur flasin. Po unë nuk e dim, thonë vërtetë. Nesër do ketë një takim zoti Berisha me aleatët për këtë çështje. Unë mendoj që kodi zgjedhor duhet diskutohet edhe në bazë edhe nga aktorët dhe faktorët politik të zgjedhjeve të 11 maj. Unë do jap mendimet e mia, po duhet thritem që të flas për kodin zgjedhor, apo ku do të flas? Pra duhet mblidhet Këshilli Kombëtar që t'i bëjmë dije Partisë Demokratike që Bashkia Krujës me 100.000 banor